Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Sheku dhe ky është edicioni informativ. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ndaj objektivave ushtarake iraniane, pasi Washingtoni akuzoi Teheranin për rrëzimin e një helikopteri amerikan në ngushticën e Hormuzit. Përshkallëzimi i ri i konfliktit ka rritur frikën për një luftë më të gjerë në rajon dhe ka tronditur tregjet e naftës. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë hyrë në një fazë të re përshkallëzimi, pasi Washingtoni ka kryer sulme ushtarake ndaj objektivave iraniane në përgjigje të asaj që e cilëson si rrëzimin e një helikopteri amerikan në ngushticën e Hormuzit. Sipas Komandës Qendrore Amerikane, operacioni goditi sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët dhe qendrat e kontrollit pranë ngushticës strategjike, duke e cilësuar veprimin si një përgjigje proporcionale ndaj sulmeve kundër forcave amerikane dhe anijeve tregtare. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani kishte rrëzuar një helikopter Apache amerikan mbi ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare për transportin global të naftës. Nga ana tjetër, media shtetërore iraniane raportuan se ishull i Keshëm dhe qyteti portual Sirik u goditën nga sulmet amerikane, ndërsa Teherani mohoi se kishte qelluar ndaj helikopterit amerikan. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi paralajmëroi se Irani nuk do të lërë pa përgjigje asnjë sulm apo kërcënim. Ndërkohë, Garda revolucionare iraniane njoftoi se ka goditur një bazë amerikane në Jordani dhe 10 objektiva të tjera në rajonin e Gjirit Persik, përfshirë pozicione në Kuvajt dhe Bahrein. Sipas zyrtarëve amerikan, pothuajse të gjitha raketat dhe dronët iranian janë interceptuar dhe nuk ka raportime për viktima mes personelit amerikan. Përshkallëzimi i ri ka shkaktuar reagim të menjëhershëm në tregjet ndërkombëtare, ku çmimet e naftës janë rritur me rreth 1% në tregtinë aziatike. Zhvillimet e fundit hedhin hije të forta dyshimi mbi përpjekjet diplomatike për paqe, pasi vetëm pak javë më parë, palët kishin folur për mundësinë e një marrëveshjeje dhe ruajtjen e arpushimit të brisht të arritur në muajin prill. Tani, frika për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme, por i kthehet në qendër të vëmendjes së komunitetit ndërkombëtar. Mijëra qytetar protestuan në Tiranë kundër projektit turistik 1.4 miliard euro të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Protesta nisi për mbrojtjen e mjedisit, por është ndërruar në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit dhe qeverisë së Edi Ramës. Mijëra protestues dolën në rrugët e Tiranës të martën në mbrëmje për të kundërshtuar një projekt luksoz turistik në jug të Shqipërisë, i lidhur me kompaninë e investimeve të dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump. Demonstruesit shprehen kundërshtimin e tyre ndaj projektit që parashikon ndërtimin e një rezorti luksoz në zonën e Zvërnecit dhe pranë lagunës së Nartës, një nga ekosistemet më të rëndësishme natyrore në vend. Projekti, prej 1.4 miliard euro, po zhvillohet nga kompania e investimeve e Jared Kushner dhe ka ngjallur debat të fortë në Shqipëri. Ambientalistët paralajmërojnë se ndërtimi mund të dëmtojë zonën e mbrojtur të Vjosa Nart, e njohur për biodiversitetin e saj, ku jetojnë flamingo, foka detare dhe breshka të rralla. Protestuesit thanë se çështja e rezortit ishte vetëm pika që ndezi pakënaqësinë qytetare, ndërsa tubimi u zgjerua duke përfshirë kërkesa më të gjera për ndryshim politik, luftë kundër korrupsionit dhe përmirësim të kushteve të jetesës. Shumë pjesëmarrës deklaruan se protestat tashmë përfaqësojnë pakënaqësinë ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe gjendjes ekonomike në vend. Sipas organizatorëve, qëllimi është mbrojtja e pasurive natyrore të Shqipërisë dhe garantimi që zhvillimi ekonomik të mos bëhet në kurriz të mjedisit. Ndërkohë, qeveria ka mbrojtur projektin, duke argumentuar se investimi do të sjellë zhvillim ekonomik, vende të reja pune dhe më shumë turistë në vend. Debati për rezortin e propozuar po vazhdon të polarizojë opinionin publik, ndërsa protestat po shndërrohen në një nga lëvizjet më të mëdha qytetare të muajve të fundit në Shqipëri. Turizmi në Kub po përjeton një nga krizat më të rënda në dekada, me rënje drastike të vizitorëve të huaj dhe largim të kompanive ndërkombëtare. Sanksionet amerikane, mungesat e karburantit dhe problemet ekonomike po godasin rënd ekonominë e ishullit. Rrugët, dikur plot jetë në Havanës, hotelet, restorantet dhe muzet e Kubës po përballen me një realitet të ri, mungesën e turistëve të huaj. Industria turistike kubane, një nga burimet kryesore të ardhurave për vendin, nuk është rikuperuar kurrë plotësisht pas pandemisë së Covid-19 dhe këtë vit situata është përkeqësuar edhe më shumë. Sipas statistikave zyrtare, numri i vizitorëve ndërkombëtar mbetet shumë larg rekordit prej 4.75 milion turistësh të regjistruar në vitin 2018.
Në muajt e parë të këtij viti, Kuba priti më pak se 330.000 vizitor, më shumë se 50% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kriza është thelluar nga mungesat e energjisë elektrike, ndërprerjet e shpesha të dritave, problemet me furnizimin me karburant dhe vështirësitë e ekonomisë kubane. Situata është ndikuar edhe nga masat e reja të administratës së presidentit amerikan Donald Trump, e cila ka vendosur sanksione shtesë në qeverisë kubane dhe ka paralajmëruar kompanitë të huaja për bashkëpunimin me persona dhe subjekte të sanksionuara. Si pasojë, disa prej operatorëve më të mëdhenj turistik dhe zinxhirëve ndërkombëtar të hoteleve kanë reduktuar aktivitetin ose janë larguar plotësisht nga Kuba. Edhe linjat ajrore ndërkombëtare kanë pezulluar një pjesë të fluturimeve drejt ishullit, duke përmendur mungesat e karburantit për avionët. Një tjetër goditje erdhi kur kompanitë e pagesave elektronike Visa dhe Mastercard pezulluan operacionet e tyre në Kubë. Bizneset lokale thonë se po ndjejnë çdo ditë pasojat e rënies së turizmit. Pronarët e kafeneve dhe restoranteve raportojnë mungesë të klientëve, ndërsa anijet turistike dhe kroçerat pothuajse nuk po ndalojnë më në portet kubane. Qeveria amerikane fajson autoritetet kubane për krizën ekonomike, duke i cilësuar ato si të korruptuara dhe jo efikase. Nga ana tjetër, Kuba argumenton se dekatet e sanksioneve amerikane janë shkaku kryesor i vështirësive ekonomike që po përjeton vendi. Ndërsa debati politik vazhdon, qytetarët dhe bizneset kubane po përballen me një realitet të vështirë ekonomik, ku mungesa e turistëve po prek pothuajse çdo sektor të jetës në ishull. Qindra protestues anti-emigracion dolën në rrugët e Belfastit pas arrestimit të një shtetasi sudanez të akuzuar për tentativë vrasjeje me thik. Protestat degeneruan në dhunë, me automjete të djegura, sulme ndaj banesave dhe ndërhyrje të forcave të policisë. Tensionet në Belfast janë përshkallëzuar ndjeshëm pas një sulmi me thik që kanë nxitur protesta të dhunshme anti-emigracion në qytet. Qindra persona dolën në rrugë pasi policia ngriti akuza për tentativë vrasjeje ndaj një shtetasi sudanez, i dyshuar për një sulm me thik që la një person me plagë të rënda në qafë dhe kokë. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë automjete të përfshira nga flakët, përfshirë edhe një autobus të ndjekur në pjesën lidore të qytetit. Grupe të rinj të maskuar u përplasën me policinë, e cila reagoi duke vendosur automjete të blinduara në disa zona problematike. Mediat britanike raportojnë se një grup për rreth 100 personash sulmoi banesa në lindjet të Belfastit, duke thyer dyer dhe dritare. Pamje televizive treguan gjithashtu një shtëpi të përfshirë nga zjarri. Policia ka bërë të ditur se sulmi me thik nuk po trajtohet aktualisht si akt terrorizmi, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Ngjarja vjen në një periudhë tensionesh të larta në Mbretërinë e Bashkuar, lidhur me emigracionin dhe sigurinë publike. Partitë populiste dhe grupet kundër emigracionit kanë shtuar kritikat ndaj politikave të azilit, duke argumentuar se ato kanë lejuar hyrjen e personave që përbëjnë rrezik për sigurinë. Kjo nuk është hera e parë që Irlanda e Veriut përballet me trazira të tilla. Vitin e kaluar pati protestat dhe përplasje të ngjashme pas zemërimit publik lidhur me një rast të dyshuar sulmi seksual. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të ruajnë qetësinë dhe të shmangin përhapjen e tensioneve, ndërsa forcat e rendit mbeten në gatishmëri të lartë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Ndërkohë, frika për trazira të reja vazhdon, ndërsa qyteti përballet me një nga netet më të tensionuara të muajve të fundit. Vetëm pak ditë para nisjes së Kupës së Botës 2026, Federata Iraniane njoftoi se biletat e rezervuara për tifozët e saj janë anuluar. Në të njëjtën kohë, SBA i ka refuzuar hyrjen arbitrit somalez Omar Abdulkadir Artan, i cili pritej të ishte somalezi i parë që gjykon në një botëror. Një tjetër polemik ka shpërthyer në prag të Kupës së Botës 2026, duke ngritur pikpyetje mbi organizimin e turneut dhe ndikimin e çështjeve politike në futboll. Federata e Futbollit e Iranit njoftoi se i është hequr e gjithë kuota e biletave për ndeshjet e kombëtares, vetëm pak ditë para fillimit të turneut. Vendimi ka lënë pa mundësi pjesëmarrjeje qindra tifozë iranian, të cilët kishin bler tashmë biletat e avionëve dhe kishin organizuar udhëtimet drejt Shteteve të Bashkuara. Sipas Federatës Iraniane, procesi i shitjes së biletave kishte nisur normalisht, por papritur biletat nuk mund të shpërndaheshin më tek tifozët. Ekspertët e futbollit e kanë cilësuar situatën si të paprecedent në historinë moderne të Kupës së Botës, pasi një ekip rrezikon të luajë pa mbështetjen e tifozëve të tij në stadium. Ndërkohë, një tjetër rast ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare. Arbitri somalez Omar Abdulkadir Artan
i konsideruar si një nga gjyqtarët më të mirë afrikan, i është refuzuar hyrja në SBA. Artan pritet të bëhej arbitri i parë nga Somalia që do të drejtonte një ndeshje në Kupën e Botës, por autoritetet amerikane nuk i dhanë vizën e nevojshme për hyrje në vend. Organizata FIFA deklaroi se çështja e arbitrit është përgjegjësia e autoriteteve qeveritare dhe jo e organizatorëve të turneut. Ndërkohë, FIFA ka bërë të ditur se po zhvillon bisedime me Federatën Iraniane për të gjetur një zgjidhje për situatën e biletave. Kupa e Botës 2026 nis këtë javë dhe Irani do të zhvillojë 2 ndeshjet e para të grupit në Los Angeles përpara se të luajë ndeshjen e tretë në Seattle. Kupa e Botës 2026 pritet të gjenerojë rreth 8.6 milion ton dioksid karboni, më shumë se dyfishi i Katarit 2022. Shumica e emetimeve vjen nga udhëtimet e tifozëve dhe distancat e mëdha mes 16 qyteteve pritse. Kupa e Botës 2026, që nis më 11 qershor, po shihet si një nga ngjarjet sportive më të mëdha në histori, por edhe si një nga më të kushtueshmet për mjedisin. Turneu është zgjeruar nga 32 në 48 ekipe dhe do të zhvillohet në 16 qytete të shpërndara në 3 vende: Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Sipas platformës globale të llogaritjes së karbonit Greenly, emetimet totale të këtij botërori pritet të arrijnë në rreth 8.6 milion ton dioksid karboni. Kjo shifër është ekuivalente me emetimet vjetore të rreth 1.7 milion makinave dhe më shumë se dyfishi i ndikimit klimatik të botërorit të Katarit 2022. Ekspertët thonë se deri në 87% e ndotjes do të vinë nga udhëtimet, kryesisht nga fluturimet e miliona tifozëve që do të lëvizin midis kontinenteve për të ndjekur ndeshjet. Edhe ekipet kombëtare përballen me distanca të mëdha. Për shembull, ndeshjet e Anglisë do të zhvillohen në Dallas, Boston dhe New Jersey, duke mbuluar më shumë se 1.700 milje udhëtim. Përveç udhëtimeve, një pjesë e konsiderueshme e ndikimit vjen edhe nga infrastruktura digjitale, përfshirë transmetimet televizive, streaming dhe platformat e baseve, të cilat kërkojnë sasi të mëdha energjie. Sipas operatorit britanik të energjisë, çdo ndeshje e Anglisë dhe Skocisë mund të rrisë kërkesën për energji deri në 600 megawatt, sa konsumi i përbashkët i qyteteve Glasgow dhe Leeds. FIFA më herët ka premtuar uljen e emetimeve të karbonit me 50% deri në vitin 2030 dhe arritjen e neutralitetit klimatik deri në 2040, por nuk ka vendosur ende një objektiv specifik për vetë Kupën e Botës. Ndërsa milionat tifozë përgatiten për festën e futbollit, ekspertët paralajmërojnë se ndikimi mjedisor i këtij turneu mund të hapë një debat të ri global për të ardhmen e sporteve të mëdha ndërkombëtare. Izraeli ka goditur qytetin portual të Tirit në jug të Libanit, duke shkaktuar të paktën 8 viktima, sipas autoriteteve shëndetësore. Sulmi vjen pas urdhrave të evakuimit dhe për shkallëzimit të ri të luftimeve në rajon. Tensionet në linjën e mesme janë përshkallëzuar sërish pas një sulmi ajror të ushtrisë izraelite në qytetin historik portual të Tyre në jug të Libanit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze, të paktën 8 persona kanë humbur jetën si pasojë e një goditje të vetme në pjesën lindore të qytetit, një nga sulmet më vdekjeprurëse në zonë që nga rifillimi i luftimeve në Mars. Më herët gjatë ditës, ushtria izraelite kishte lëshuar urdhër evakuimi për të gjithë qytetin, përfshirë edhe lagje ku ishin strehuar civil të zhvendosur nga zonat e tjera të Libanit. Autoritetet izraelite kanë deklaruar se militantë e Hezbollahut ndodhen në zonë, megjithse nuk janë paraqitur prova publike për këto pretendime. Banorëve u është kërkuar të largohen nga zonat e rrezikuara. Sulmet janë pjesë e një përshkallëzimi më të gjerë të konfliktit mes Izraelit dhe grupit Hezbollah, i mbështetur nga Irani, që ka shkëmbyer raketa dhe sulme të ndërsjella me ushtrinë izraelite. Konflikti më i fundit në Liban nisi pasi Hezbollahu lëshoi raketa drejt Izraelit në mbështetje të Iranit, duke çuar në një përgjigje të fuqishme ushtarake nga Izraeli, përfshirë edhe operacione toksore në jug të vendit. Edhe pse Shtetet e Bashkuara njoftuan një arpushim më 16 prill, përplasjet në jug të Libanit kanë vazhduar duke sfiduar përpjekjet ndërkombëtare për uljen e tensioneve. Ndërkohë, situata në terren mbetet e paqëndrueshme, me frikë të shtuar për përhapje të mëtejshme të konfliktit në rajon. Papa Leo u ftua në kabinën e pilotëve gjatë një fluturimi nga Madridi në Barcelonë, si pjesë e vizitës së tij në Spanjë. Ai përshëndeti pilotët e avionëve luftarak që shoqëronin avionin dhe komunikoi me ta përmes radios. Gjatë vizitës së tij në Spanjë, Papa Leo pati një moment të pazakontë gjatë udhëtimit ajror nga Madridi drejt Barcelonës.
Ai u ftua në kabinën e pilotëve të një fluturimi të kompanisë Iberia, ku u ul për pak kohë së bashku me ekuipazhin e avionit Airbus A320. Gjatë fluturimit, Papaleo përshëndeti pilotët e forcave ajrore spanjolle që po shoqëronin avionin me avion luftarak, duke u bërë me dorë nga dritarja e kabinës. Më pas, ai komunikoi me pilotët ushtarak përmes radios në një moment simbolik që u interpretua si një gjest i afërsisë dhe dialogut. Fluturimi ishte pjesë e turit të tij në Spanjë, ku Papa pritet të inaugurojë kullën e re të bazilikës së famshme Sagrada Familia, një nga monumentet më të njohura të arkitekturës moderne në botë. Sagrada Familia konsiderohet kisha më e lartë në botë dhe është një nga simbolet kryesore të Barcelonës, e projektuar nga arkitekti Antoni Gaudi. Gjatë vizitës, Papa Leo pritet gjithashtu të vizitojë abacinë e Monserratit dhe të takohet me udhëheqësit rajonal të Katalonjës, si dhe të marrë pjesë në një vigjilje lutjeje me të rinjt në stadiumin olimpik Luis Compani. Grupi Houthi në Yemen ka njoftuar ndalimin e anijeve të lidhura me Izraelin në detin e Kuq, duke rritur shqetësimet për tregtinë globale dhe furnizimin me energji. Ky vendim vjen pas përshkallëzimit të sulmeve mes Izraelit dhe Iranit. Situata në lindjen e mesme po ndikon gjithnjë më shumë rrugët kryesore detare dhe tregjet globale të energjisë. Grupi Houthi në Yemen, i lidhur me Iranin, ka njoftuar se do të ndalojë kalimin e anijeve që lidhen me Izraelin në detin e Kuq, pas rifillimit të sulmeve ushtarake mes Izraelit dhe Iranit. Ky vendim ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë e një prej korridoreve më të rëndësishme detare në botë, përmes të cilit kalon një pjesë e madhe e tregtisë globale të naftës dhe mallrave. Rruga e detit të Kuq lidhet drejt për drejt me ngushtitin strategjike të Bab el Mandab, e cila është një pikë kyçe për transportin e energjisë nga Gjiri Persik drejt Evropës dhe Azisë. Analistët paralajmërojnë se çdo ndërprerje në këtë zonë mund të krijojë efekte zinxhiri në tregjet globale të naftës, duke rritur çmimet dhe duke vonuar furnizimet. Në të kaluarën, sulmet e ngjashme të Huthive ndaj anijeve tregtare në vitin 2023 shkaktuan devijime të mëdha të trafikut detar, me shumë anije që u detyruan të kalonin rreth Afrikës, duke rritur ndjeshëm kostot dhe kohën e transportit. Ndryshe nga periudhat e mëparshme, tani situata është edhe më e ndjeshme, pasi një pjesë më e madhe e naftës transportohet drejt për drejt përmes detit të Kuq. Ekspertët thonë se grupi Houthi mund të jetë duke përdorur këtë kërcënim si presion strategjik në kuadër të tensioneve më të gjera mes Iranit dhe Izraelit, duke rritur rrezikun e një përshkallëzimi rajonal. Ndërkohë, tregjet ndërkombëtare të energjisë po ndjekin nga afër zhvillimet, ndërsa Afrika për një krizë të re të furnizimit me naftë vazhdon të rritet. Pas tërmetit të fuqishëm në jug të Filipineve, banorët e prekur po përballen me mungesë ushqimi, uji dhe strehimi. Numri i viktimave është rritur, ndërsa rrugët e dëmtuara po pengojnë ndihma të arrijnë në zonat më të goditura. Situata në jug të Filipineve mbetet kritike pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.8 që goditi rajonin e Saranganit. Banorët e mbetur pa shtëpi po përballen me kushte të vështira, duke raportuar mungesë të ushqimit, ujit të pishëm dhe strehimit bazë, ndërsa ekipet e ndihmës kanë vështirësi të arrijnë në zonat më të izoluara. Shkatërimet janë të mëdha, me rrëshqitje dheu që kanë bllokuar rrugë dhe kanë shembur shtëpi, duke lënë shumë komunitete të izoluara nga pjesa tjetër e vendit. Banorët lokal thonë se ndihma nuk ka mbritur ende në shumë zona të prekura, kryesisht për shkak të dëmtimeve të infrastrukturës dhe rrugëve të pakalueshme. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë me mjete të rënda, ndërsa ekipet e emergjencës po përpiqen të hapin rrugët e bllokuara nga mbetjet dhe dheu. Sipas autoriteteve të emergjencës, numri i viktimave ka arritur në 45 persona, ndërsa 17 të tjerë raportohen të zhdukur. Tërmeti u ndje jo vetëm në Filipine, por edhe në pjesë të Indonezisë, duke shkaktuar panik në rajon dhe paralajmërime për tsunami në disa vende. Ndërsa kërkimet vazhdojnë, autoritetet paralajmërojnë se shifrat mund të rriten, ndërsa shumë zona mbeten ende të paarritshme. Banorët thonë se prioriteti i tyre tani është mbijetesa e përditshme dhe rindërtimi i jetës nga e para pas kësaj katastrofe të rëndë natyrore. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.